protesta për ditë e më tepër ka më pak njerëz në shesh. Sidomos ai momenti kur ata shkojnë rreth 7:30, 8:00, 8:20 para kryeministrisë dhe sigurisht aty janë jashtëzakonisht pak. Kjo protestë po imiton pastaj edhe marrëzitje e Sali Berishës kur dilte në foltorin e tij dhe kishte përpara vetëm gazetarë dhe nuk e di 30 vet ka vet. Po ashtu dhe protesta ka katandisur në 300 vet, 350 vet gjithsej. Dhe pastaj vjen edhe turizmi i protestës, turizmi i bulevardit, ku bashkohen edhe disa njerëz që kanë dalë, por në protestë mungon Tirana, në protestë mungon qytetërimi, në protestë më ose larg protestësh janë qytetarët në përgjithësi. Janë larg sepse sigurisht e para janë mërzitur, e dyta e kanë parë që kjo protestë ka vetëm një propozim të saj që është është jep dorëheqjen. Marrëzitjet e tjera pastaj kënë në burg ose sharat idiote të cilat ose fjalit idiote të cilat sigurisht do dalin janë nuk e di që të them tash, janë grotesku i jashtëzakonshëm i një shoqërie e cila është para politike nganjëherë, nuk është as politike. Por në këtë pikpamje qytetari është larguar. Dhe ato organizatorë, ato që janë të paguarit atje edhe që kanë pasur shpresën që patjetër do ketë pjesëmarrje të jashtëzakonshme, tashmë kanë humbur njësoj. Ata sigurisht i ka lënë dhe Berisa që të humbi, pavarësisht se thot me vetën merrni pjesë, por Berisha nuk do që ajo protest ketë sukses, sepse sigurisht do dilte ai i humburi i madh, që me protestet e tij nuk kishte sukses. Pra ai do patjetër që të dështoj kjo protest, e para për këtë arsye, sepse sigurisht ai konsideron protestat të vetat, lërë çfarë thot për rininë e protestat më të mëdha, ato i thot për konsum. Jashtëzakonshëm, të cilat i ka zakon tash i konsumin frenetizmin e jashtëzakonshëm të marrëzisë ti politike, e ka prej minimumi prej 30 vjetësh që e bën, kështu që nuk ose duhet besuar në këtë drejtim, ai nuk do që protestat të ketë fitoren e saj, sepse do ishte humbje e madhe edhe për të. Pastaj e dyta, edhe filozofikisht edhe politikisht, protesta ka konsumuar veten. Ka konsumuar veten me gjestet që ka bërë. Gjestet që i kam thënë edhe më përpara, çojuri nga kafet, gjestet e marrëzisë sharjeve në atë foltorin e tyre të famshme. Sharje, fyrjet edhe marrëzirat folklorike edhe nuk e di budalliqet që nxirrin nga goja gjithfar individesh aty të marrë pastaj edhe të poshtër. Në anën tjetër, ajo që bën më tepër përshtypje është kërkesa atyre, jep dorëheqjen. Kjo është alternativa atyre, ata s'kan alternativë tjetër. Sepse sigurisht duhet ta kishin çuar protestën që t'ishte fillimi i lëvizjes madhe. Nuk u bë kur lëvizje madhe, tash që kanë mbetur. Lëvizjet nuk do të thotë 300 vet, as 350, as 1000 vet. Lëvizja është diçka shumë më e madhe se aq. 1990-91, të mirë të këqij, me Sali Berishën, pa Sali Berishën, me Azemajdarin, pa Azemajdarin, komunistat, pa komunistat. Ishte lëvizja, ishte gjithë populli me vete. Kishte një ideal, do të rëzohesh një sistem për të ndërtuar sistemi tjetër. Këta kanë propozuar të rëzohet një sistem duke pas një alternativë, largohet Edi Rama. Se largohet Edi Rama nuk rëzohen sistemet. Edhe Edi Rama në sistem nuk mund të rëzohet se ti proteston. Ke vetëm një diçka. Thua, ky tiki. Edhe pastaj do të ndërtoj unë si i kam qefun gjëra, ato janë marrëzira. Prandaj aty mbeten 350 vet, mbeten 400 vet. Çoja ndaj çapt GDP-s, ndaj xheminit, ndaj numëroj sepse ata janë numërueshëm. Me një rezolucion të madh kuptohet se sa njerëz janë në bulevard. Me 500 njerëz nuk ka lëvizje, sepse sigurisht nuk u kthye në lëvizje protesta.
Kur thonë rinia, intelektualet edhe këto, ata kanë ikur, nuk janë më. Edhe ai që ka qenë dyshim, nuk del më aty. Gazetarët që i ndihmonin kanë shkuar me pushime, Bushati me atë shkullakun edhe me tjetrin ikin me pushime në Greqi ose ku diun, në Dubai. Edhe një pjesë e madhe e tyre, nuk e di, fatos Dubaja, mund t'i gjithej për pushime, se shma ka dhe moshin. Tash nuk s'mund ta mbaj më. Edhe shumë tjerë ikin, mund të rinë të shit dëgjojnë po të njëjtin ritual dhe po të njëjtin gjë, jep dorëheqjen. Nuk do ta japi dorëheqjen se s'ka arsye për ta dhënë dorëheqjen. Pra duhet ta kthesh në lëvizje. Në lëvizje nuk e ke kthyer sepse lëvizja nuk ka 500 veta dhe 1000 veta. Ka 10.000 veta, 20.000 veta ka gjithë Shqipërinë mbrapa. Aty nuk është e gjithë Shqipëria. Plus marrëzia e ngritjes së sistemeve antike, të cilat janë gomardhëqet e flamingove. Sa do ndihmë të kenë nga bota, e cila i bie Çakishit ose i bie në një birë fyllit ata nuk i intereson pushteti në Shqipëri, i intereson që kjo protest i ka thënë Jared Kushnerit edhe Trumpit jo, kështu e din ata. New York Times, CNN, këto nuk kanë hall të Ramës, ata pak merren me këtë punë. Jared Kushneri nuk lejohet, Ivanka nuk lejohet, Trumpi nuk lejohet, kurse këta kanë mbetur kështu pendull tash. Pinguinët, flamingot tonë, sepse e kanë pasë dhe e kanë ndihmën e testatave të mëdha dhe ultramajtizmit, gjithë këtyre grinjve idiotëve, por ata merren me Jared Kushnerin, këta tash s'kan punë me Jaredin, as nuk kanë punë me Ivankën, këta kanë punë me Ramën. Dhe alternativa tyre është po ata nuk e komandojnë, këta duhet dinë që CNN edhe New York Times, edhe Times, dhe Economist dhe Financial Times nuk e vendosin Edi Ramën, e vendosin votat. Ase vendosin ase heqin dot, nuk mund ta si bëjnë asgjë. Mënyrës nuk e çan shumë bythën Edi Rama as për The Economist dhe Financial Times, si u del zot këtyre flamingove, sepse se ka dorë ai. Mund ta shaj gjithë ditën, po sot ka ikë edhe ai momenti i madh që kur të shante një portal ose një testate e madhe, duhet patjetër këtu t'jepi kush pyet tash më për Financial Times në Shqipëri, as pyet kërkues as çan. Po ja them unë që nuk pyet kërkues, as nuk e vret kush mendën, nuk ka peshën më të madhe, le të thotë çfarë dën, nuk s'është problem fare. Në këtë pikë nuk u kthye as në lëvizje. Mbetën 350 vet, nuk kthehet dot as në subjekt politik, se duhet kthehet në subjekt politik. Dhe tani po hyn temë. Dhe kur kthehet në subjekt politik, protesta Flamingo duhet të kenë një njerëz që të vjen përballë Sali Berishës dhe Edi Ramës. Se kjo protest teorikisht i drejtohet të dyve, e ka me establishmentin, e kanë me këto 35 vjet, kanë idealet mëdha këta. Por për të rrëzuar këto të dy duhet të kesh një ideal akoma më madh që të rrëzoj. Duhet shprehur ky ideal te një subjekt politik, ku njerëz me të njëjtat mendime organizohen dhe bëjnë partinë. Këta nuk kanë bërë lëvizjen, imagjino të bëjnë partinë, imagjinoni të kenë leadershipin. Kush është njeriu kryesor i tyre që do vehet përballë? Se kështu e do, në gjithë bota, jo më vetëm shqiptarët, në gjithë bota kështu e do. Or që të vehet një përpara Sali Berishës edhe Edi Ramës, si e ka emrin ky? Ai Progni. Ky nën koloneli, si e ka emrin ky? Jo, ai ishte jati, po ky tjetri, kapteri bie fjalë. Ky u që kishte i madh, ky që filo iraniani, filo Rusia, quheni sa doni, ky që shante gjithë ditën Amerikën. Ky do të jetë kreu, frymëzimi, i leadershipi, i lëvizjes, partisë nesër. Kush apo kjo vajza, kjo që hypte në për eskavator, thynte xhamat e eskavator. Kjo do të jetë. Se po të ishte një prej tyre dhe që të kishte një farë, si them tash, një farë fame dhe fame të vërtet. Se këto janë shembujt në përbot. Në Itali janë ato të Cinque Stelles, që kishin Beppe Grillon. Sot nuk janë ashtu, po, dje ashtu ishin. Kishin njëri ato që është Beppe Grillo, shkonte katun, qytet të madh për qytet të madh, kudo. Në Greqi, Syriza kishte Alex Tsiprasin. Edhe ka dhe sot, prapë edhe herë tjetër.
Në Hungari është ai që ishte, si me thënë, Benjamini Orbanit, dhe u ba njeriu që e vdiq politikisht babën e tij. Në Gjermani ka qenë Merkeli që vdiq, me thojza babën e saj politik që është Helmut Kohl. Në Shqipëri kemi Edi Ramën që largoi Fatosnan. E vdiq politikisht, po themi, thojza, gjithmonë. Por ama ka bë betejë me të. Edhe njerëzit e identifikuan. Sot është AFD-ja në Gjermani, i quajnë naziste, fasciste, ja fusin kot. Do thënë populli ato. Sot kanë nxjerrë në vend parë, por është ajo Alesja. Identifikohet njeriu, kush është njeriu? Kush është njeriu që do dalë ballë Berishës edhe Ramës? Si do dalin këta me kësi cinxërimash, kësi, ku diun, helikopterosh, kësi flamingosh. Ato mbeten pastaj vetëm lagun, mbeten ke kryporja. Jo më tepër se sa kaq. Pra miqtë e mi, as ishte protest, as kishte ideale proteste, kishte shumë fjalë, po jo ideal që të bashkohen njerëzit, as kishte një frym, nuk u kthye në lëvizje, nuk e kanë mend kthehet në parti dhe nuk ka leadership. Nuk njihet leadershipi, njerëzit duhen të shohin se mas kujt do të shkojnë, kush është alternativa atyre. Të gjithë janë larguar, sepse sigurisht mbeten në një debat shterp, në batuta shterpe, në vetëm grotesk parullas edhe marrëzirash që tani nuk bëjnë më as për të qeshur, dhe sigurisht në një lodhje të jashtëzakonshme 50 e sa ditëshe, e cila pastaj është edhe shëmtia më e madhe sepse e ka ta ndisë protestën në 300 veta. Dhe ta dini që këta nuk janë 300 spartanët. Nuk mund të jenë të. Politika është politikë, demokracia është demokracia dhe është numër. Nuk është nevojshme ti mbledhim apo ti numërojmë, është numër, demokracia është numër. Edhe nuk matet në shesh Tiranës. Matet me numra në të gjithë vendin. Edhe vendita për të matur. Këto nuk kanë asnjë parim të demokracisë të zbatuar që njerëzit të shkojnë mbrapa. Përkundrazi, e kanë tepruar, e kanë bërë bajate, e kanë bërë të mërzitshme, tash i bezdisin edhe ata, sidomos qendrën e Tiranës, por kudo që shkojnë me fjalimet e tyre bajate, idiote dhe pa mend në kry, edhe sidomos me ngjarje, si punë disa grave që bërtasin. Njëra thot, nuk e di, shan policët, o idiot, o kështu e ashtu, tregon budalliqet e saj, ata që gjujnë me vezë. Bile unë kisha dhe një rast që tregoja Helmut Kohlin që e kap në fytat e që e gjujnë me vezë. Ka thënë edhe një tjetër idiote që thot, kemi armë, do t'i përdorim. Janë gjithë fort marrinash të cilat e bëjnë protestën, pastaj grotesk të jashtëzakonshëm. E bëjnë të panevojshme dhe njëkohësisht të shëmtuar, të bezdishme. Të bezdishme aq sa edhe ai pjesë e idealit, ato pjesë të drejtave që thuhen, njerëzve ju vjen më të hundës, ata në egnë se na mërzitet me gjithë. Edhe kur e kanë drejt, pastaj s'duan t'ia dinë më për këtë. Të duken bajate të gjitha, të duken të panevojshme të gjitha, të duken marrëzira. Edhe në temperaturë, edhe në kohë vere, në kohë pushimesh, kështu që bëhet të plotësohet. Deri aty kuadri i këtyre që po bisedojnë, sa mbeten 300 vetë në shesh. Dakord, miqtë e mi?